Mirëpërshëndetje. A ke vënë re sa shpejt njerëzit vendosin vull për dikë? Vetëm nga pamja. E shet dikë për herë të parë dhe brenda 3 sekondash, mendja jote ka krijuar një histori. Ky duket arrogant. Kjo vajza duket e keqe. Ky s'duket i besueshëm. Pa folur asnjë fjalë me ta. Dhe më e fortë është, ti beson që ajo që mendove është e vërtetë. Po ta them trosh. Po shikon fantazmën që mendja jote sapo krijoi. Kjo quhet hamendësim. Në psikologji quhet mind reading. Po le ta quajmë siç është. Gënjeshtra që ja thua vetes. Se bën truri këtë? Sepse truri është kriju për të na mbrojtur që në kohën primitive, ku nuk ishte teknologji, ku nuk ishte asgjë. Pra e thë më lehtë, truri është një tembel. Ai shpesh na çon në përfundime të gabuara. 99% e gabimeve e rasteve, truri ka tregu që me hamendësim bën gabim. Që tek life coaching, që tek psikoanalist, që tek njerëz që kanë lexuar body language, gjuha e trupit, inteligjencat, shërbimet sekrete, të gjitha kanë arritur në përfundimin që 99% e rasteve hamendësimet dalin gabim. Që të arrish në një përfundim të saktë, gjithmonë duhet të ndërhysh më tepër me fakte. Pra, ku një person vazhdon në një hamendësim që ke, por pastaj vazhdon dhe heton më thellë, ku përdohet që ai person nuk është ashtu siç e ke hamendësuar. Pa llogaritë që një pjesë e shoqërisë shpesh ndikohen edhe nga bisedat e tavolinës. Një person kalon rrugë, me 2-3 shokë në tavolinë, mund të jetë një mashkull, një femër që kalon rrugë, pas një bisede të vogël, ti arritin një përfundim duke filluar mendimin në bisedën që thanë në tavolinë. Ky është kështu, ajo është ashtu. Realiteti është komplet ndryshe. Momenti që ndërhyn dhe heton, e vërteta del komplet ndryshe. Duke marrë parasysh fakte ndryshme për shumë njerëz, mund të jesh duke punuar ndërtim. Një njeri që shikon mesmeditje në pushime, shikon një makinë të mirë, të vendos vullën që ti merresh me se e kupton. Një femër punoj një punë shtet, jetë në një zyrë apo kudo, momenti që e dëgjon, frekuenca mendimit të flas gjithmonë për shqiptar, pjesa më e madhe, arrin përfundime komplet gabim. Ajo është kështu, ajo është ashtu. Po ashtu, një person e shikon me një kostum të bukur i veshur. Arrin përfundime, ky është njëri inteligjent. Ky është njëri me shkollë, ky është kështu, ky është njëri me lekë. Madje po të bësh një krahasim shpesh njerëzit kur shikojnë një njeri me rroba ndërtimi të veshura, me xhepa, me pantallona apo me diçka, dhe një njeri të veshur me kollare, me kostum, arrin që mendimin që ai njeriu që është me rroba ndërtimi i s'ka si lekë. Dhe mendojnë që ai që është me kostum, ai është bosi. E vërteta del që ai që është me kostum mund të jetë i zhytur në borxhe, nuk s'ket para. Ndërsa ai që është me rroba ndërtimi mund të ketë 20 punëtorë, 30 punëtorë që punojnë për ta. Kjo është hamendësi. Shpresoj ju të pëlqejë ky video, shihni në videot e tjera. Ju përshëndes.